Muqa, ne kemi përgjegjësi pasi e nqizojmë në vetur, kemi përgjegjësi të jemi shembull për tjerët se si të vozitit, veçse se të pëlqejmë mënyra e vozitjes. Jashtëzakonisht mirë. Edhe Ju konëzoj për këtë vozitje shumë kollot. në Maqedoni la kam vendos Big Brother rrugëve, që ne jemi të detyruar të vozitim mirë. Tregom një gabim që ke bëm duke vozit, dhe të njëjtit ja ke pa sherin, e ke pa guidanimin, edhe tashmo nuk e përsërit pasi kushton tani. Është këtë pyetje e vështirë, sepse do të tregu një realitet. Ne sensibilizojmë. Okej. Po, kam para një 3 muaj kam qenë në Zvicër dhe kemi ble një kamion, një si kompani dhe kemi shku me shofer atje dhe kemi ardhur prej Zvicër me shofer. Kemi sjell kamion në Kosovë. Ta vëzoni kamion. Faleminderit shumë. Edhe çka ka ndodhur aty, e kemi doganu kamionë dhe kemi arrit densore, po shoferi aq vështirë lodh dhe ka pas të me një herë pas disa orë mi po 2-3 orë gjëmë dhe më nis me një kompani me një herë sepse ai shoferi vozita autobus më nis për Gjermani. Okay. Dhe i thonë ok, ik pa shpi dhe jemi nalë të një pomp kemi pas